agjerimi nuk prishet duke qëndruar në rrjetet sociale, edhe nëse paraqit diçka jo e heshme atë, jo e moralshme, sepse ne posedojmë që gjithçka që futet në lugth, pra në stomak, prish agjerimin. Pra shiqimi nuk prish agjerimin, mirëpo që e dobëson, pra e hub vlerën. Pra nuk i është problem që shnihet në xhamatin tonë, në popullin tonë. Pra vlefta e asaj e agjerimit i humbët, por agjerimi është i plot me lejen e Zotit xhelel xhelal. Mirëpo do të me pas kujdes që gjatë këtij muajit madhnueshëm më përkushto më shumë me Kur'an, pra me ibadet, me dhikr Zotit, përmendje të Zotit, me kërkim falje tek Zoti. Pra duhet më përkushtu sidomos gjithherë, po në veçanti kur jemi këtë muaj të madhnueshëm të Ramazanit, me ik rrjeteve sociale, me ik programeve të ndryshme, ato programe që kanë dobi gjithsesi, se sa mund të ndëgjojmë hoxhallar në rrjetet sociale, është e mirë dhe gjithsesi me sevap. Mirë po, më shumë përqendrohemi në leximin e Kur'anit dhe në përmendjen e Zotit xhelel xhelaluhu.